Sipas të dhënave të prefekturës Kukës, sezoni turistik në verëlindje ka shënuar rezultate pozitive në muajt e verës 2025 me një rritje të ndjeshme si në numrin e vizitorëve vendas dhe të huaj. Për sa i përket vizitorëve brenda zonave të mbrojtura në qarkun Kukës, në muajin shtator kemi 17.845 vizitorë gjithsej, ku 8.530 janë vendas dhe 9.315 janë të huaj. Ndërsa për bashkinë Tropoj, në total kemi 113.975 vizitorë për muajin maj shtator 2025. Përsa përket hyrje daljeve në pikalimet kufitare, për periudhën maj shtator kemi 2.830.106 hyrje shtetas të huaj. Sipas të dhënave, gjatë këtij sezoni turistik nëpërmjet pikave kufitare të qarkut, llogaritën të ketë hyrë rreth 5% më shumë vizitorë se një vit më parë, një shifër që dëshmon për potencialin e rritje të turizmit në qarkun e Kukësit, por edhe më gjerë.